Copat e pllakave duken të kenë rënë në dyshimi. Edhe në tavan ka shenja të dëmtimit. Se kush i shkaktoi ato në objektin që po përgatitet të bëhet muzej te kompleksi memorial Zahir Pajaziti në Orlan nuk dihet. Por këto shkaktrime, ani se jo fort të mëdha, kanë shqetësuar Avni Ajetin, ish bashkëluftëtar i kryeheroit të llapit. Këtu nuk i prisë mirë, edhe nuk e di vedia tyne qytetarëve që vjen deri në këtë akt për me prish memorialet e herojve. Mirë nuk na vjen, po presëm edhe hetuesi të policisë, do shta ata, po shpresojmë që muj me gjetë, me zbulue, edhe dënimin me morë. Ai kërkoi nga institucionet që të shtojnë më shumë kujdese për mirëmbajtjen e këtyre hapësirave dhe të rrisin nivelin e sigurisë të ky dhe objekte tjera memoriale që lidhen me luftën e UÇK-s. Po normalisht edhe mosa, edhe mirëmbajtje më të mirë, sepse qytetarët veç po shihet që e vizitojnë, po këtu çfarë janë institucionet përgjithëse nuk e di. A marrin mjete për mirëmbajtje ajo nuk e di, po këtu duhet me mirëmbajt ma mirë edhe sigurisht që siguria me konë ma nivel. Si Ajeti mendon edhe një banor i zonës ku ndodhet memoriali. Sipas Nexhat Xhelës, ajo çfarë ndodhi në Orlan është një dëm i madh për krejt Kosovën. Po në fakt mas pare u doshtë qeveria jonë me pas një mbrojtje për vende tilla. Nuk duhet lihet një vend i tillë, nuk duhet lihet pa mbrojtje. Ajo është jashtëzakonisht një dëm të madh për Kosovën. Për çdo qytetar që ka ndjenja për atë dhënë, është me të vërtetë e dhëmshme, edhe duhet me të vërtetë gjithë qytetarët ta gjejnë personin i cili ka bërë këtë vepër që nuk falet, mund të them, edhe të përgjigjet para organeve të rendit sa më shpejt që është e mundur. Policia ende nuk i ka rënë në fije se kush i ka shkaktuar këtë dëm nëpër tavan e korridorin e objektit. Në një njoftim për media, forcat e rendit kanë lënë të kuptohet se ato kanë ndodhur në periudhën prej 30 maj deri më 30 qershor dhe se ky rast po hetohet. Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale ka thënë në një njoftim që ka lëshuar të mërkurën se në lidhje me këto dëmtime, drejtori i saj ekzekutiv ka paraqitur me 6 korrik kërkesë për iniciimin e hetimeve në policinë e Kosovës. E njëjta ka bërë me dije se dëmtimi, shkatrimi ose cenimi i monumenteve dhe objekteve të mbrojtura kulturore, historike dhe fetare përbën vepër penale dhe ndiqet e dënohet sipas legjislacionit në fuqi. Kjo agjenci ka nën menaxhim mirëmbajtjen e kompleksit memorial Kulla e Zahir Pajazitit në Orlan, në bazë të një kontrate publike me komunën e Podujevës nga gushti i vitit 2025 deri në të njëjtin muaj të vitit 2028.